Përshëndetje të nderuar teleshikues, po ndiq edicionin qendror të lajmeve në Report TV. Këto janë titujt kryesor për mbrëmjen e sotme. Platforma e protestës me propozime për të zhbërë sistemin aktual politik të vendit ka asur në kundërshtime jo vetëm të zërave nga shumica, por edhe nga forca kryesore opozitare e vendit, Partia Demokratike. Për socialisti Mbraçe sjellin kaos, ndërsa Berisha thotë se ai nuk mund të dalë jashtë kushtetutës. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi transformimin e infrastrukturës digjitale në vend, duke synuar që rrjetet e telekomunikacionit të kalojnë plotësisht në tokë dhe të mbulojnë të gjithë territorin me teknologji gigabit dhe 5G. Projekti me një kosto të parashikuar 110 milion euro pret miratimin nga Komisioni Evropian. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi u përplasën në seancën e radhës në gjykatën e posaçme ku akuzohen për korrupsion, pastrim parash e fshehje pasurie. I ashpër me Kryemadhin, Meta u distancua nga mesazhet e gjetura në celularin e ish bashkëshortes ku ndante përqindjet e fitimit me kushërirën e saj shatku. Kryemadhi mohoi vërtetësinë e tyre dhe ju drejtua Metës me fjalët "bëhu ushtar i SPAK". Rektoria Shqiptare po të kuret me më pak bagëti në ferma dhe prodhim vendas më të ulët. Numri i krerëve ra në 2.1 milion në vitin 2025, ndërsa prodhimi i qumshtit shënoi nivelin më të ulët të dekadës, duke forcuar varësinë nga importet. Euro ka prekur nivelin në 93 lekëve në 2 ditët e fundit dhe gjasat janë që zhvlerësimi të vijojë për shkak të sezonit veror. Kursi i këmbimit po dëmton jo vetëm eksportuesit, por njëkohësisht ka goditur buxhetin e shtetit me 100 milion euro humbje në 2025-ën. Nxehtë përvolues në Europë. Termometri pritet të shënojë sot dhe nesër vlera deri në 14 gradë mbimesatare në Francë dhe në Itali. Në Spanjë autoritetet raportojnë për 108 viktima që prej së dielës. Organizata Botërore e Shëndetësisë flet për një emergjencë të kthyer në problem shëndetësor. Do të nisin sonte ndeshjet e fundit për 3 grupe të botrorit, teksa në total do të jenë 6 përballje. Ndër të tjera sfikat Brazil, Skoci për grupin C, ndërsa në orën 21 luhet Zvicër-Kanada, por edhe Bosnjë-Hercegovinë ndaj Katarit. Po zhvillohet tani më në ditën e 25 të saj protesta në kryeqytet nga qytetarë të shumë të cilët vijojnë me të njëjtat kërkesa, ato i kanë shpalosur edhe me pika të reja për gjatë 2 ditëve më parë, duke kërkuar që qeveria dhe të japë reagimin e vet dhe të pranojë eventualisht kërkesat e tyre, edhe pse deri më tani ka hasur kundërshti nga të dyja partitë më të mëdha politike në vend, si nga Partia Socialiste, ashtu edhe nga Partia Demokratike. Në këtë momenti që ne flasim, qytetarët vijojnë ashtu sikurse çdo ditë tani më fjalimet e tyre përpara kryeministrisë, por për të marrë më shumë informacione do të lidhem me kolegen nga tereni, Raziela Myslimaj. Raziela, të përshëndes. Përshëndetje. Dita 25 e protestës i ka gjetur sërish qytetarët në shesh me një kërkesë që thonë se e kanë të panegociueshme, siç është dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, që ishin duke sëritur në fakt në kore dhe në këto çaste që ne po flasim së bashku. Protestuesit kanë nisur marshimin ashtu si në 25 ditë me radhë nga sheshi Skënderbej, ku kanë lënë pik takimin fillestar për të marshuar së bashku, bashkë me një pankartë të madhe, një banderol të madhe, ku thuhet Rama dorëhiqur. Kanë marshuar drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit për të stacionuar poshtë zyrës së kryeministrit Edi Rama, me kërkesën e vetme për të dorëhequr, por në fakt kërkesat e tyre janë artikuluar edhe më qartë së fundmi me një listë kërkesash që fillon nga dorëheqja e kryeministrit Rama, tek anullimi i ligjit investimeve strategjike, tek anullimi i ligjit ndryshime dhe bëra në ligjin për zonat e mbrojtura, apo edhe për zhbërjen e këtij sistemi politik që është aktualisht në funksion, që do të prek në fakt sipas artikulimeve të tuajsve edhe kuvendin, duke kërkuar shkrirjen dhe ngritjen e një asambleje, nëse mund ta quajmë kështu, me 101 antar, të cilët zgjidhen nga sheshi, nga
populli për të besuar dhe për të miratuar një qeveri teknike 12 mujore në mënyrë që vendi më pas të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Këto janë kërkesat kryesore që janë artikuluar. Protesta ndërkohë vijon me të njëjtin ritëm, edhe pse ditën e sotme në fakt siç edhe mund ta shihni, kushtet atmosferike janë disi të këqija, ka reshje të dendur, edhe në këtë moment ka filluar sërish shi. Duhet parë sa do t'jetë kjo një pengesë për zhvillimin e kësaj proteste, apo do të vijohet me të njëjtin ritëm siç është vazhduar edhe më herët. Megjithatë, kam përshtypjen se në këtë moment që rreshjet e shiut janë duke filluar, një pjesë janë duke u pozicionuar në strehat në krah të bulevardit të Shmorët e Kombit për tu rikthyer sërish, ndoshta në një moment kur rreshjet e shiut do të pushojnë. Ajo çka vlen të theksohet është se ka reaguar edhe presidenti Bajram Begaj. Për herë të parë në këto 25 ditë, presidenti Begaj, kreu i shtetit shqiptar, zgjodhi të reagonte vetëm tani në fakt duke theksuar se është në mbrojtje dhe nxit protestat kushtetuese, siç e ka cilësuar këtë protestë paqësore, por ndër të tjera ka kërkuar edhe nxitjen e një klime bashkëpunimi dhe dialogu që i shërben interesit kombëtar dhe publik të së ardhmes europiane dhe përkatësisë së vlerave euroatlantike të vendit, ka thënë presidenti Bajram Begaj, dhe tek nxitja e dialogut dhe bashkëpunimit i referohet këtu thirrjeve të herpashershme të përsëritura të kryeministrit Rama drejtuar protestuesve se duhet të flasin, të ulen me një përfaqësi prej tyre dhe të diskutojnë mbi kërkesat dhe pretendimet e tyre. Qartë, Razela, edhe një pyetje të fundit. Përgjatë fjalimeve që janë mbajtur ditën e sotme, ke spikatur në një figurë të re, apo po vijojnë sërish të njëjtat figura që të marrin edhe vëmendjen si organizues apo si nismëtar? Pak qaste kanë që kanë filluar fjalimet në fakt dhe përsëriten kërkesa që janë përsëritur në këto 25 ditë, po ka edhe qytetarë të rastësishëm apo njerëz të angazhuar edhe publikisht, profesionistë intelektual që marrin fjalën për të artikuluar pakënaqësitë e tyre ndaj sistemit, ndaj qeverisjes së kryeministrit Edi Rama. Deri më tani nuk kemi spikatur një figurë, por çka vlen të theksohet është që janë kryesisht të rinj ata që dalin në podium dhe ngrehin shqetësimet e tyre. Qartë, Razela, faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Mirë, ishim me kolegen Razela Myslima, i cila na raportoi nga terreni lidhur me protestën përgjatë ditës së sotme, sikurse ne arritëm të dëshmonim edhe nga materialet e publikuara me dron, por edhe me komunikimin që patëm me Razelën, pjesëmarrja sot duket të jetë pak më e ullët. Duhet parë nëse në vijim do të ketë qytetarë që do t'i bashkojnë protestës, apo duhet parë nëse janë bërë shkak rreshjet e shiut për të pasur një numër më të reduktuar qytetarësh që janë prezent sot. Sikurse komunikoi edhe Razela, ka pak qaste që fjalimet kanë nisur, megjithatë janë edhe qytetarë të vlen të theksohet që janë edhe qytetarë të rëndësishëm, të cilët mbajnë fjalimet e tyre, prej të cilëve mund të jenë të profesioneve të ndryshme, sikurse Razela përmendi, mund të jenë aktivist apo profesor, pedagog, intelektual të shoqërisë, të cilët dalin rastësisht aty. Pra, jo domosdoshmë i përkasin pjesës organizatorëve. Kujtojmë që ditën e djeshme ka pasur edhe një përplasje në fakt nga një nënë me fëmijën e saj në protestë, e cila tha se po i shpërndajnë protestuesit për shkak të keq drejtimit të protestës, çka ka bërë edhe në reduktimin e personave që marrin pjesë. Ndërkohë kujtojmë që lista e kërkesave që është bërë nga ana e organizatorëve të protestës nuk është pranuar as nga Partia Demokratike, as nga Partia Socialiste, dhe kujtojmë që është folur vazhdimisht për mungesën e reagimit nga presidenti Begaj për faktin që ai është gjendur edhe jashtë kufive vendas gjatë kohës që në Shqipëri po zhvilloheshin protesta dhe është parë si një injorim nga ana e tij, por për herë të parë ai ka vendosur të reagojë përgjatë ditës së sotme. Ne do ta ndjekim për pak çaste reagimin e presidentit Begaj dhe do rikthehemi sërish në studio. Ky aktivitet zhvillohet në një moment kur qytetarët po shprehin publikisht shqetësimet dhe pritshmëritë e tyre në mënyrë paqësore. Në respekt të pozicionit kushtetues
neutralitetit kushtetues. Unë theksoj se e drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta, e cila duhet ushtrohet në pajtim me kustetutën dhe ligjet e vendit. Konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kustetutën dhe interesin kombëtar dhe atë publik. Korniza kushtetuese, së bashku me rregullat e shtetit ligjor dhe demokracisë, përbëjnë garancinë kryesore për funksionimin e drejtë të shoqërisë. Si presidenti i Republikës, mbetem i përkushtuar në mbrojtje të kushtetusës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe në nxitje në një klime bashkëpunimi dhe dialogu që i shërben interesit kombëtar dhe publik, të ardhmes europiane dhe përkatësisë dhe vlerave euroatlantike të vendit. Kjo është një pjesë nga reagimi i presidentit Begaj për herë të parë pas 25 ditësh që nga nisja e protestës. Ndërkaq, platforma e protestës në propozime për të shbërë sistemin aktual politik të vendit ka hasur në kundërshtime jo vetëm të zërave nga shumica, por edhe nga forca kryesore opozitare e vendit, Partia Demokratike, e cila synon të mbajë gjallë manifestimet e përnashme kundër kryeministrit Edi Rama. Të dyja palët bashkohen me faktin se kërkesat cënojnë rendin kushtetues të vendit. Një asamble kombëtare tranzicioni me 101 antarë që të zgjidhen me short, jo me zgjedhje, që do duhet jap formë një qeverie tranzicioni me afat 12 mujor me antarë të zgjedhur po me short e që duhet të hartojë një kushtetutë të re. Thelbi i platformës së paraqitur në protest nga grupi koordinues nuk po gjen mbështetje askund, as mes admiruesve të saj apo mbështetësve publik. Dy forcat më të mëdha në vend, PSE-PD, kanë dalë kundër propozimit që erdhi nga sheshi për shkrirjen e sistemit aktual politik, që prek edhe kuvendin, pasi sipas tyre do ta çonte vendin në kaos. Edhe pse ka komentuar thuajse çdo ditë zhvillimet që vijnë nga protesta, kryeministri Rama e ka injoruar platformën politike të saj, ndërsa Erion Braçe, deputeti i Partisë Socialiste, është shprehur qartazi kundër. Kjo historia që ti do japësh dorëheqje, ti nuk ke më majorancë, sepse njerëzit janë në shesh dhe sheshi zgjedh 101 vet që zgjedhin ministra të një qeverie që duhet të jetë teknike, nuk ecën. Sepse do të përsëritet dhe vendi do të kaloj jo vetëm në cënim të stabilitetit, po mbi të gjitha në kaos. Në anën tjetër të fushës politike, dhe Sali Berisha është i qartë se bëhet fjalë për kërkesa të parealizueshme. Pavarësisht se i bën një on pikave të platformës që i shkojnë për shtat që nga dorëheqja e kryeministrit, kufizimi në 2 mandate apo dhe krijimi i një qeverie teknike tranzitore, edhe vetë ai nuk shkon më tej dhe kundërshton zgjidhjet e propozuara që janë haptazi në kundërshtim me rregullat bazike të funksionimit të një shteti. Të votohet në parlament jashtë kushtetues nuk dalë. Kam qenë ish president, kam qenë ish kryeministër, por ajo qeveri e përbër nga jo partjak, nga kreu të ministrat zëvendës e tjerë, duhet votohet nga parlamentit, marrë vot besimin dhe të çojë në zgjedhje vendin. Unë nuk kuptoj këtë propozimin e tyre, unë nuk e kuptoj se ata e kanë një qeveri jashtë votimit, jashtë kushtetutës. Edhe ju mund të jepni opinionin tuaj në shqiptarja.com duke u përgjigjur pyetjes si ju duket plani i protestës për të shpërndarë qeverinë e kuvendit dhe zgjedhja me short mes qytetarëve. Shohim se deri më tani 18.2% deri në këtë moment që flasim, 18.2% janë përgjigjur se më pëlqen ky plan nga ana e protestuesve. 27.9% janë shprehur se nuk më pëlqen, ndërsa 34% janë shprehur se nuk realizohet me një total prej 886 votuesish. Edhe ju mund të ndani opinionin tuaj për temën e ditës, duke shkuar në shqiptarja.com.
Kryeministri Edi Rama paralajmëroi transformimin e infrastrukturës digjitale në vend duke synuar që rrjetet e telekomunikacionit të kalojnë plotësisht në tokë dhe të mbulojnë të gjithë territorin me teknologji gigabit dhe 5G. Projekti me një kosto të parashikuar prej 110 milion eurosh mbetet ende në pritje të miratimin nga Komisioni Evropian përpara nisjes së punimeve. Këto kablo shumica të internetit që gjenden në çdo lagje në vend duke shkaktuar shqetësim dhe një panoramë estetike as pak të këndshme nuk do t'i shohim më. Shqipëria do të harmonizojë me Bashkimin Evropian rrjetin e telekomunikacionit në të gjithë vendin, duke krijuar rrugë 100% nëntoksore për të gjithë kapujt, ndërsa kryeministri Rama ja bëri të qartë kryebashkiakëve objektivin. Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike, merimangash, janë pa funksion, por qëndrojnë aty tërësisht si një shenjë e harresës edhe e mungesës së vëmendjes. Qeveria nuk ka bërë ende publik një afat konkret për nisjen e punimeve, pasi projekti mbetet në pritje të dritës jeshile nga Komisioni Evropian, por ai pritet të kushtojë rreth 110 milion euro. Para drejtuesve të pushtetit vendor, kreu i qeverisë Edi Rama foli edhe një herë për rilindjen urbane 2.0, që tani më pritet të prejkë një sër sektorësh nga shërbimi i transportit tek parkingjet. Do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban, duke nisur nga transporti domosdoshëm dhe faktikisht hallka më e dobët e sistemit tonë të industrisë re të turizmit, që është transporti i periudhës sezonit. Do të mbështesim një program për të krijuar kapacitete më domethënëse për parkimet. Vërejtjen për disa nga kryebashkiakët, që më shumë qëndrojnë në Tiranë se në bashkitë ku janë qytetarë të parë, e kishte të drejtë për drejtë. Nuk dua t'i përmend këtu emra që janë bërë pak problem, po e them në mënyrë kështu të butë për komunitetin, pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye detyrës atje. Është shumë e rëndësishme që kjo praktikë të marrë fund. Kryeministri dha sinjale se për kë e kanë shqetësimin. Të zgjedhurit e Partisë Socialiste në aksin Tiranë-Korçë. Më herët, Rama pati edhe një takim në Selinë Roz me drejtuesit politik të Partisë Socialiste në Qarqe, të cilëve u kërkoi më shumë prezencë në terren në takim me qytetarët. Komisioni i posaçëm për reformën administrativo-territoriale u përfshi në debate mes mazhorancës dhe opozitës për ritmin e punës, teksa afati për dorëzimin e raportit përfundimtar po afron. Opozita ngriti shqetësimin se koha në dispozicion është e pamjaftueshme për të përmbyllur procesin deri më 15 korrik, ndërsa mazhoranca këmbguli se afatet ligjore duhet të respektohen. Parlamenti duhet të votojë më së largu me 15 korrik ndarjen e re administrativo-territoriale, por duket se objektivi është pothuajse i paarritshëm. Mbetja prapa me kohën shkaktoi debate në komisionin e posaçëm pasi përfaqësuesit e opozitës thanë se puna po ecën me ritme të ngadalta. Do organizojmë patjetër një mbledhje të veçantë ku do vendosim mënyrën si do vijojë punën komisioni, sepse do na duhet të kërkojmë dështyri afatesh në parlament. Por mazhoranca nuk ishte të njëjtit mendim. Bashkëkryetari socialist Arbian Mazniku shpreh se afatet janë vënë në bazë të ligjit, e për këtë arsye ato duhet të zbatohen. Elementi thelbësor i cili është i shkruar është komisioni sot për sot e ka mandatin deri në datën 15 korrik të këtij viti. Deri në datën 15 korrik ky komision ka detyrë të prezantojë një raport të gjetjeve të veta dhe të punës vet deri në këtë fazë parlamentit. Mazniku la të hapur edhe mundësinë që kuvendit të ndërhyjë në afatet e komisionit. Dhe më pas parlamenti duhet marrë një vendim në varësi të
raporteve dhe kërkesës që komisioni do i bëj për secilin që do jetë objektivi dhe kërkesa që komisioni do bëj. Ne kemi detyrë funksionale që deri me datën 15 të kemi një raport me një seri gjetjesh. Nëse në atë raport do përfshim kërkesë për ndryshime afatesh, kërkesë për ndryshime, gjetje të tjera, strategji caktuar, kjo është një diskutim që pasi të mbarojmë dëgjesën që kemi sot kryetarët, të mblidhemi në mbledhje komisioni, ta debatojmë me njëri tjetrin. Ndërkohë kryetarët e bashkive që ishin ftuar për të pyetur në komision kërkuan mbështetje financiare si dhe shtim të burimeve njerëzore. Gjyqi i Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit në GKK pritet të jetë një maraton dëshmitarësh. Vetëm ish-presidenti ka listuar këtë të mërkur 130 persona që kërkon të pyeten para gjykatës në procesin e tij, ndërkohë që seancën e kaluar SPAK kërkoi 110 dëshmitar. Do të jetë GKK që do të vendosë listën përfundimtare, ndërsa edhe tensionet pritet të jenë të larta. Sot Ilir Meta dhe Kryemadhi u përplasën me akuzë ndaj njëri tjetrit në sallën e gjyqit. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi janë përplasur ashpër në sallën e gjyqit në gjykatën e posaçme, në seancën e radhës për dosjen në ngarkim të tyre, ku akuzohen për korrupsion, pastrim parash e fshehje pasurie. Ish-presidenti Meta, që në fillim u distancua nga Kryemadhi, kur para trupës gjykuese kujtoi mesazhet e gjetura në celularin e ish-bashkëshortes, ku ndante përqindjet e fitimit me kushuririn e saj Shatku për një tender që ky kishte marrë në Shqipëri. Nuk ekziston asnjë ndërhyrje imja as e ligjshme e as shoqërore tek askush. Për veprimet e Kryemadhit i di vet ajo. Po të kisha veprimtari, ato historit me përqindje, do të kishin ardhur tek celulari im. Ku e di ti që ato janë të vërteta? Me fjalët që të sjell Altin Dumani, thash e the me flet këtu, mos u merr me fjalë grash. Akoma merresh me thash e the me Tedi Blushit. Unë merrem me prokurorin. Bëhu ushtari prokuroris. Ndërhyrja e gjykatës, e cila e paralajmëroi Kryemadhin se rrezikon të gjobën dhe nxjerrjen jashtë nga salla, e qetësoi situatën. Seanca vjoi me Metën dhe avokatin e tij Cakrani që kundërshtuan të gjitha akuzat e SPAK të lidhura me lobimin në SBA dhe dosjen Çezdia. Kryetari i Partisë së Lirisë dhe mbrojtësi i tij ligjore quajtën konspiracion dhe proces politik, gjithçka lidhet me akuzat e Çezdia, ndërsa në lidhje me lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meta tha se kontrata u lidh për të mbështetur reformën në drejtësi, pasi Edi Rama sipas tij po tentonte ta bënte atë të njëanshme dhe duke manipuluar dash. Sa i takon akuzave për fshehje pasurie, Cakrani kërkoi riekspertim të ardhurave të zotit Meta që nga viti 1992, ndërsa në fund shpalosi edhe një listë prej 130 emrash që kërkon të thirren dëshmitar, mes të cilëve kryeministrin Rama, ish deputet, ish bashkëpunëtor të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe disa të huaj të lidhur me çështjen e Çezdia dhe lobimin, përfshir Charles McGonigal. Do të jetë gjykata që do të vendosë se cilët dëshmitar do të pranohen, pasi seancën e kaluar, edhe SPAK listoi 110 emra. Ish-presidenti i Francës, François Hollande, ka mbërritur në Tiranë me ftesë të studentëve të Kolegjit të Evropës. Gjatë paradites, ish-presidenti francez takoi ministrin e jashtëm Ferit Hoxha, i cili tha se ka biseduar për Ballkanin Perëndimor në BE në një kontekst gjeopolitik të karakterizuar nga pasiguri të thella. Në kuvendin e Shqipërisë, ai u prit nga kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla, i cili e vlerësoi mbështetjen e Francës ndaj Shqipërisë në procese kyçe, duke vënë theksin të antarësimit në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade, një shans që sipas Hollande nuk duhet humbur. Pjesë e bisedës ka qenë edhe zhvillimi i protestave dhe ndikimi i tyre në demokraci, duke sjellë në vëmendje përvojën franceze gjatë mandatit të Hollande me lëvizje NY Debout. Çështja apo kauzat e protestave mund të jenë të drejta, por ato duhet të ndiqen në rrugë institucionale, ndërkohë që gjithmonë ndodh, si edhe në Francë, që protestat të përdoren nga aktorë të huaj jo miqësore për qëllimin e tyre, theksoi Balla. François Hollande, i cili shërbeu si shefi i Elizes nga viti 2012 deri në vitin 2017, pritet të takohet edhe me zyrtar të tjerë të lartë të shtetit. François Hollande është antar i Komitetit të Punëve të Jashtme të Asamblesë Kombëtare të Francës. Presidenti Amerikan ka zgjatur me një vit efektin e urdhrit ekzekutiv për emergjencë kombëtare lidhur me Ballkanin Perëndimor.
Sipas dokumentit të firmosur nga Donald Trump për Ballkanin Perëndimor, për shkak të veprimeve të personave që kërcënojnë paqen dhe nëpërmjet gjendjes aktuale të tij, paraqet një kërcënim të pazakontë për sigurinë dhe politikën e jashtme të Washingtonit. Ky urdhër ekzekutiv u jep institucioneve amerikane autoritetin për të vendosur sanksione ndaj individëve apo entiteteve që konsiderohen si kërcënim për sigurinë, paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar. Donald Trump ka vendosur të zgjasë emergjencën kombëtare në lidhje me Ballkanin Perëndimor të paktën deri më 26 qershor të vitit 2026. Statusi i emergjencës i firmosur për herë të parë në qershor të vitit 2001 nga presidenti i kohës George Bush do të zgjatet siç lexohet në dokument përtej 26 qershorit të këtij viti. Argumentimi për këtë zgjatje, që është firmosur më 22 qershor nga presidenti i SBA-ve, qëndron tek situata aktuale e Ballkanit Perëndimor. Veprimet e personave që kërcënojnë paqen dhe përpjekjet ndërkombëtare për stabilizim në Ballkanin Perëndimor përfshir aktet e dhunës ekstremiste dhe aktivitetet penguese, si dhe situata në Ballkanin Perëndimor e cila pengon përparimin drejt qeverisjes efektive dhe demokratike dhe integrimit të plot në institucionet transatlantike, vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Vendimi mund të jetë sinjal se Washingtoni vazhdon ta shohë Ballkanin Perëndimor si shqetësim për sigurinë dhe stabilitetin, thotë Rel, sidomos Kosovën dhe Bosnjën. Dash e paraqiti në një raport të saj në maj Ballkanin Perëndimor si një rajon me rëndësi të drejtë në sigurinë dhe interesat ekonomike amerikane. Raporti nënvizon gjithashtu angazhimin e SBA-s për t'u kundërvënë ndikimit të rrymave ruse e kineze në rajon. Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova shihen si gjurmët me potencial destabilizimi më të lartë, teksa më 12 qershor, NATO njoftoi se gjatë vitit të ardhshëm do të bëjë atë që e cilësoi përshtatje graduale të pranisë së saj në Kosovë, që do të sjellë uljen e pranisë së saj ushtarake me arsyetimin e një situate të qëndrueshme sigurie. Urdhri ekzekutiv dhe zgjatja e një afati të tij u jep institucioneve amerikane autoritetin për të vendosur sanksione ndaj individëve dhe etniteteve që konsiderohen si kërcënim për sigurinë, paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar. Blegtoria shqiptare po të kuret me më pak bagëti në ferma dhe prodhim vendas më të ullët. Numri i krerëve ran në 2.1 milion në vitin 2025, ndërsa prodhimi i qumshtit shënoi nivelin më të ullët të dekadës, duke sjellë rritje të varësisë nga importet. Më pak bakti në për stalla e gjithnjë më pak ushqime në tryezat e shqiptarëve nga prodhimi blegtoral vendas. Të dhënat e fundit tregojnë se tufat e baktive në Shqipëri po zvoglohen çdo vit me mijëra krerë më pak. Numri i baktive ra në 2.1 milion krerë në vitin 2025, ose rreth 83.000 më pak se në 2024. Sipas të dhënave të Instat, ndikim në këtë rënje ka dhënë zvoglimi i tufave të imtave, ndërsa numri i gjedhëve u rrit lehtë. E nga ana tjetër, gotat e qumshtit po mbushen gjithnjë më pak me prodhim vendas. Prodhimi i qumshtit në Shqipëri po shënon rënje të pandërprerë duke kapur nivelin më të ulët të dekadës në 2025, kur u prodhuan vetëm 868.000 ton qumësht në total. Ulja e prodhimit vendas i hap rrugë shtimit të importit, pasi sipas të dhënave të Drejtorisë së Doganave në 2025 u blen nga jashtë 8.117 ton qumësht, kryesisht nga Serbia, Greqia, Slovakia, Gjermania, Kosova dhe Hungaria, ndërsa prodhimi i mishit u rrit lehtë nga 130.000 ton në 2024 në 134.000 ton vjet, por përsëri ishte i pamjaftueshëm për të furnizuar konsumatorët vendas, ndaj u importuan 45.000 ton mish nga jashtë. Blegtoria njëjtë si edhe bujqësia është në krizë prej disa vitesh për shkak të një sër faktorësh, ku kryesisht prej emigrimit të banorëve nga zonat rurale drejt qytetit apo jashtë vendit. Ndikim po ashtu ka dhënë mungesa e financimit të mjaftueshëm për të shtuar tufat, ndaj qeveria këtë vit vendosi që me skemën kombëtare të shtojë mbështetjen për blegtorinë më shumë se sa për bujqësinë. Bujqësia shqiptare vijon të përballet me probleme nga largimi i fuqisë punëtore dhe mungesa e investimeve deri te ndikimet klimatike që po rëndojnë mbi fermerët. Në vitin 2025, prodhimi bujqësor arriti në 9.7 milion ton me rritje të perimeve, por me rënje në kultura të rëndësishme si gruri, patatja dhe fasulet. Fshati po zbrazet dhe bujqësia po përballet me mungesë punonjësish për të punuar tokën. Edhe pse prodhimi në disa sektore është rritur, problemet me të cilat përballet sektori vijojnë ta mbajnë bujqësinë shqiptare në krizë,
e me kontribut negativ në rritjen ekonomike. Instituti i Statistikave njoftoi se prodhimi bujqësor në vitin 2025 arriti në 9.7 milion ton, me rritje të prodhimit kryesisht të perimeve. Referuar të dhënave, vjet janë prodhuar 1.445.000 ton perime, shifra më e lartë e regjistruar prej 2020-s, dhe qaqet me prodhimin më të lartë ishin Fieri, Tirana dhe Berati. Në grupin e perimeve, rritje prodhimi është regjistruar vetëm tek perimet e njoma me 1.7% dhe ato bostanore me 5.7%, kurse tek perimet e thata rënja është me 6.7%. Prodhimi i patates ka pësuar rënjen më të madhe vjet me 20.000 ton më pak. Në të gjithë vendin, në 2025 nga kjo kulturë u kultivuan vetëm 257.000 ton në total. Rënje gjithashtu është regjistruar edhe tek fasulet me 1.800 ton më pak se në 2024. Raporti Instat nxjerr në pa gjithashtu edhe një rënje të fortë me 10.1% të prodhimit të grurit, pasi për shkak të mungesës së tregut, fermerët mbollën më pak grur vitin e kaluar. Nga 180.000 ton grur që u prodhuan në 2024, vjet kjo sasi ra në 162.000 ton me njëherë pasi qeveria vendosi të mos e subvencionojë këtë kulturë. Kriza që solli lufta në Ukrainë ktheu edhe njëherë syt tek prodhimi i drithrave, pasi çmimi i grurit u rrit fort, ndaj qeveria e vuri si kulturë që subvencionohej, por e hoqi me njëherë pasi çmimet u ulën. Gjithashtu vjet është ulur edhe prodhimi i yllirit me 2.3%, kurse bimët medicinale shënuan rritje me 9.6% me në total 21.000 ton të prodhuara në 2025, që janë kryesisht të destinuara për eksport. Sa i takon frutave, në të gjithë vendin vitin e kaluar janë prodhuar 253.000 ton ose 12.8% më pak se në 2024. Përtej faktorëve tradicional si mungesa e financimit, emigrimi i fuqisë punëtore, puna e bazuar në makineri të vjetra, mungesa e tregut apo problemet me cilësinë e farave, fermerët po përballen gjithnjë e më shumë me kërcënimet klimatike, me zjarre të shumta në verë e përmbytje në vjesht dhe dimër. Valutat po njohin një rënje të fortë edhe përgjatë këtij viti. Euro ka prekur nivelin prej 93 lekësh në 2 ditët e fundit dhe gjasat janë që zhvlerësimi të vijojë për shkak të sezonit veror. Kursi i këmbimit po dëmton eksportuesit, por njëkohësisht ka goditur buxhetin e shtetit me 100 milion euro humbje në vitin 2025. Buxheti i shtetit do të kishte përfituar më shumë para nëse euro dhe dollari nuk do të ishin zhvlerësuar në nivele kaq të larta. Në dokumente që shoqërojnë buxhetin faktik të 2025-s, Ministria e Financave thotë se vetëm nga ndryshimi i paparashikuar i kursit të këmbimit është goditur buxheti i shtetit dhe nuk janë realizuar të ardhurat doganore me 100 milion euro. E nga ana tjetër, thot Ministria e Financave, vjet u ul në 53% borxhi publik, nga 54.2% në vitin 2023, ku një nga faktorët me ndikim më të rëndësishëm ka qenë zhvlerësimi i valutave që e ka bërë më të lirë borxhin e madh në monedhë të huaj. Ndërkohë rënja e euros është e pandalur edhe përgjatë këtij viti dhe po këmbet me mesatarisht 94.2 lek në tregun valutor. Gjatë këtyre ditëve, një qytetar që ka këmbyer 100 euro ka marrë nga pika e këmbimit vetëm 9.390 lek, ndërsa një qytetar që vendosi të blinte 100 euro ka paguar 9.450 lek. Këto vlera janë 4% më të ulta se në qershorin e vitit të kaluar. Zhvlerësimi i valutave, sidomos i euros, po dëmton eksportuesit të cilët, po për të njëjtat produkte që shesin jashtë vendit, po marrin më pak para. Një nga bizneset më të dëmtuara është ai i manufakturës, pasi në vetëm 5 muaj, eksportet e tekstileve dhe këpucëve u tkurrën me 35.2 milion euro. Kursi vlerësohet i paparashikueshëm nga institucionet, ndaj është edhe një nga detyrat që i është lënë Bankës së Shqipërisë nga Kuvendi edhe për këtë vit për të monitoruar situatën dhe për të ndërhyrë vetëm në raste të rëndësishme. Kurse Partia Demokratike nga ana tjetër kërkon që banka të analizojë mundësinë e një kursi fiks për eksportuesit për t'i mbrojtur nga luhatjet në treg. Të paktën 5.000 rënë kanabis janë asgjësuar deri mes ditën e sotme gjatë një operacioni policor që ka nisur që prej orëve të para të së martës në malësinë e Krujës. Aksioni u paraprit nga një verifikim i kryer në zonë nga helikopterët e Guardia di Financias, të cilët edhe këtë vit po ndihmojnë në identifikimin e sipërfaqeve me kanabis sativa. Qindra efektiv janë angazhuar në atë që rezulton të jetë operacioni më i madh i ndërmarrë këtë vit kundër kultivimit të kanabisit.
Prej më shumë se 24 orësh, kontrollet kanë përfshirë malësinë e Krujës, një zonë e konsiderueshme problematike vitet e fundit. Të ndarë në 15 grupe, kryesisht në fshatrat përreth njësisë administrative Cudhi, rezultojnë të jenë zbuluar afro 100 parcela. Deri më tani, të paktën 5.000 bimë kanabis sativa janë asgjësuar përmes djegës. Kryesisht parcelat e kultivuara me kanabis kanë rezultuar në sipërfaqe shtetërore, pa pronar. Disa persona janë identifikuar dhe janë shpallur në kërkim, por ende nuk ka të arrestuar. Rezultatet e plota pritet të bëhen publike në përfundim të operacionit. Në ndihmë të policisë janë 10 dronë inteligjent, të cilët bëjnë të mundur identifikimin në zona të thella, ku është e vështirë lëvizja me mjete të tjera. Por për të arritur këtu, të dhënat janë ofruar nga helikopterët e Guardia di Finanzas italiane. Report TV ka mundur të siguroj pamje satelitore të kontrollit nga ajri para ditën e 19 qershorit mbi zonën ku po kryhet operacioni. Vijat jeshile në hartë tregojnë trajektoren e fluturimeve mbi zonë. Më herët policia zgjësoi më shumë se 7.400 bimë kanabis në Reç të Ri të Velipojës në Shkodër, operacioni i cili po ashtu u parapri prej kontrollit nga ajri të helikopterëve italian të pajisur me teknologji moderne identifikimi nga lartësitë. Kontrollet nga ajri do të vijojnë për zonat me probabilitet të lartë për kultivim të kanabisit deri në fund të verës. Në vitin 2025, vetë të mendimin e skuadrës italiane, u konstatuan dhe asgjësuan gati 107.000 bimë dhe u monitorua 61% e territorit. Për këtë vit janë planifikuar më shumë orë fluturimi dhe zonë me zgjeruar e kontrollit në territor. Nga ana e saj, policia vijon verifikime në territor. Vëlla e motor 34 dhe 44 vjeç u arrestua në Vaun e Dejës për kultivimin e 308 bimëve dhe fidanëve narkotik në fshatin Kroni i Madh. Në gjendje të lirë nisi hetimi edhe për kryeplakun e fshatit dhe vërtetuesin e pyjeve për shpërdorim detyre. Kur kanë mbetur pak ditë nga skadimi i ultimatumit të ministrit Karakaçi, në kantierën e aeroportit të Vlorës vijon përplasja verbale mes kompanisë Valon Ademi dhe asaj të Bexhet Pacollit. Ky i fundit pretendon se ka vendim gjykate, ndërsa pala tjetër kërkon që të firmoset kontrata e re për punimet. Për të tretën ditë vijon përplasja verbale në kantierin e aeroportit të Vlorës mes kompanive 2A Group dhe Mapco. Përfaqësues të 2A Group të Valon Ademit kanë bllokuar lëvizjen brenda kantierit, ndërsa ata të Mapcos kanë bërë blokadë në hyrjen kryesore të objektit. Punimet ndërkohë mbeten të pezulluara. Përfaqësuesi Mapco tha se në bazë të vendimit të gjykatës së lartë duhet të rikthehen në kantier. E kena një dekret nga gjykata e lartë, edhe e kem të drejtën më kthye me vendos për punën tonë. Nga ana tjetër, administratori i shoqërisë koncesionare Via, Vegim Hoxha, shkroi në rrjetet sociale se Mapco e Bexhet Pacollit nuk do të paraqitet me forcë, por përmes nënshkrimit të kontratës së re. Sipas këtij, kontrata më parshme me vlerë 62 milion euro, nga e cila janë kryer mbi 26 milion euro pagesa, është ndërprerë, ndërsa kërkesat e reja financiare të Pacollit që shkojnë deri në 230 milion euro janë të papranueshme. Për shkak të përplasjeve të vazhdueshme fillimisht në dyrë të gjykatave, më pas në kantier, afatet për ndërtimin e aeroportit janë shkelur. Në këto kushte, më 29 maj, Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Enea Karakaçi deklaroi se kompanitë kontraktore kanë 3 ditë afat për të zgjidhur mosmarrëveshjet mes tyre. Ky ultimatum është drejt skadimit dhe siç ministri ka deklaruar, për çdo ditë vonesë do të ketë gjoba e deri në prishje të kontratës koncesionare. Portali i Albania sjell një funksionalitet të ri për bizneset, duke mundësuar administratorëve të autorizojnë punonjës apo persona të tjerë për përdorimin e shërbimeve elektronike në emër të biznesit, me kontroll dhe gjurmëshmëri në kohë reale. Drejtoresha Nevila Repishti shpjegon se risia synon të rrisë efikasitetin dhe sigurinë e përdorimit të shërbimeve online. Në një kohë kur digitalizimi i shërbimeve publike po ndryshon mënyrën se si qytetarët dhe bizneset të ndërveprojnë me administratën, portali i Albania sjell një funksionalitet të ri që u jep mundësi administratorëve të bizneseve të autorizojnë punonjës apo persona të tjerë për të përdorur shërbimet publike elektronike në emër të biznesit. Drejtoresha e Albanias Nevila Repishti shpjegon për Report TV se si do të funksionojë ky proces. Një administrator biznesi mjafton që në profilin e tij të shkojë në sesionin autorizimet e mia. Ai mund të krijojë një autorizim në nivel shërbimi, mund të përcaktoj afatin e vlefshmërisë,
shërbimet të cilat do t'i delegoj përdoruesit të tyre dhe çdo gjë ndodh në kohë reale. Njoftohet personi autorizuar për ta përdorur, ai mjafton të hyjë në llogarinë e tij si qytetar, të shkojë në shërbimin për të cilin ai është autorizuar dhe të përzgjedhë në fund butonin përdor si autorizuar. Repishti thot se ky shërbim është një ndihmë në punën e përditshme dhe operacionet e administratorit të një biznesi. Neve mendoj që kjo do rrisi shumë ndjeshëm le të themi efikasitetin e përdorimit të shërbimeve publike të biznesit, duke i dhënë një lirshmëri administratorit që të mos ketë nevojë le të themi të bëjë të gjitha veprimet operacionale në llogarinë e tij në Albania. Çdo veprim që do të kryet nga personi autorizuar për llogari të biznesit është i kontrollueshëm, duke shmangur hapësirat për abuzime. Si biznesi, ashtu edhe personi autorizuar njoftohen në kohë reale. Ky proces sjell një gjurmueshmëri dhe një kontroll të plotë për administratorin e biznesit. Ai çdo veprim është komplet i gjurmueshëm dhe i kontrollueshëm për administratorin e biznesit. Ai mund ta revokojë në çdo kohë një autorizim të dhënë, mund ta shtojë vlefshmërinë e tij, mund të përzgjedhë që të përdor një ose më shumë shërbime personi autorizuar. Brenda 31 korrikut, bizneset duhet të dorëzojnë pasqyrat financiare për 2025-ën. Repishti bën thirrje që ta shfrytëzojnë këtë funksionalitet edhe për këtë rast. Sidomos tani nëse sjellim në vëmendje që një nga shërbimet më të përdorura deri në 31 korrik që është edhe afati nga qendra kombëtare e biznesit që bizneset të depozitojnë pasqyrat financiare, sugjerojmë dhe incentivojmë të gjithë bizneset të kenë një kontroll më të sigurt në llogarinë e tij, duke përzgjedhur një person të autorizuar ose një punonjës për të deleguar përdorimin e këtij shërbimi. Një muaj pas prezantimit të platformës së re e-Albania 2.0 që sjell më shumë thjeshtësi dhe shpejtësi në marrjen e shërbimeve, drejtoresha thotë se janë marrë 1.8 milion shërbime përmes portalit, ndërkohë që janë regjistruar për herë të parë 13.000 qytetarë dhe biznese. Organizata Botërore e Shëndetësisë jep alarmin se i nxehti është kthyer një problem shëndetësor jo vetëm meteorologjik. Drejtoria e OBSH-s për Europën thotë se në 4 vjet nxehtësia ka shkaktuar 200.000 të vdekur. Temperaturat vijojnë të prekin rekorde në Europë, ndërsa problemi rezulton vlera minimale ditore, e cila edhe gjatë natës qëndron në nivele të larta. Sot dhe nesër, termometri pritet të shënojë vlera deri në 14 gradë mbi mesatare në disa shtete, ndërsa vala përvoluese pritet të vijojë edhe për 10 ditët në vijim. Fluska përvoluese të nxehtit vijon ta godasë Evropën. Këtë të mërkurë dhe të njëjtën nga rajoni Bask në territorin e Spanjës e deri në Poloni temperatura do të arrijnë 12 deri në 14 gradë mbi mesataren e periudhës. Meteorologët parashikojnë që vapa të vazhdojë edhe rreth 10 ditë të tjera dhe vetëm të premten e 3 korrikut apo të shtunën e datës 4 të muajit të ardhshëm temperaturat mund të kthehen në vlera normale. Në Francë priten temperatura deri në 40 gradë në shumë qytete, ndërsa 53 departamente janë në nivelin më të lartë të alarmit. E marta ishte dita më e nxehtë që nga viti 1947, me një temperaturë mesatare prej 29.8 gradësh dhe një kulm prej 44.3 gradë Celsius në juglindje të vendit. Nata me së hënës dhe së martës ishte më e nxehta e regjistruar ndonjëherë në Francë, me një mesatare prej 21.6 gradë Celsius. Në Itali në 16 qytete është dhënë alarmi kuq nga Ministria e Shëndetësisë, ndërsa nesër pritet të jenë 17. Në Milano 5 net dhe në Bologna 4 net janë regjistruar edhe netët supertropikale me temperatura minimale mbi 25 gradë. Në Firenze për herë të parë në më shumë se 70 vjet janë regjistruar 6 ditë radhazi me temperatura mbi 36 gradë Celsius. Vala e të nxehtit ka përfshirë edhe jugun e Britanisë së Madhe ku temperaturat kanë arritur në 37 gradë, një rekord absolut kombëtar për muajin qershor. Mbi 300 shkolla janë mbyllur. Në Buckingham Palace dhe Windsor është pezulluar ceremonia e ndërrimit të rojës. Operatori kryesor e kuroror britanik këshilloi qytetarët të shmangin udhëtimet sot dhe nesër. Edhe në Spanjë e Zvicër, autoritetet kanë pezulluar disa nga aktivitetet publike për shkak të situatës. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi këtë të mërkurë për riskun që i nxehti po sjell tek shëndeti i njerëzve në Evropë. Hans Kluge, drejtor për Evropën i OBSH-s, thotë se nxehtësia nuk është vetëm një çështje meteorologjike, por është një emergjencë shëndetësore. Sipas tij, rritja e temperaturave po ushtron presion mbi sistemet shëndetësore dhe po rrezikon jetët e njerëzve. Kluge citoi në një reagim të tij disa shifra sipas të cilave në 4 vjet nxehtësia ka shkaktuar 200.000 vdekje në Evropë,
ndërsa vdekshmëria e lidhur me të nxehtin është rritur me 30% në 20 vitet e fundit. Temperaturat e larta paraqisin rrezik të shtuar, sidomos të moshuarit, të fëmijët dhe të personat me sëmundje kronike. Ekspertë të Institutit të Shëndetit Publik këshillojnë hidratim të vazhdueshëm, shmangje të ekspozimit në diell gjatë orëve të pikut, qëndrim në ambiente të freskëta dhe konsult me mjekun në rast problematika shëndetësore. Disa nga rekomandimet apo këshillat që ne japim është kufizimi apo shmangja e daljes në oraret e pikut, nga ora 11 deri në orën 6. Qëndrimi në ambiente të freskëta, mbajtja e trupit të freskët. Nëse duhet të dalim, të vishim me rroba sa më të lehta, me ngjyra të qelta, të mbajmë syze, të mbajmë kapele, çadër dhe gjithmonë të kemi një shishe uji me vete. Konsumi i ujit është i rëndësishëm për të shmangur dehidrimin. Gjithashtu duhet të shmangim konsumin e kafes, të pijeve alkolike dhe të pijeve të gazuara. Në lidhje me ushqyerjen e shëndetshme, rekomandohen vakte të lehta, ushqime të pasura me zarzavate, si dhe konsumi i frutave. Një kujdes të veçantë duhet kemi dhe për fëmijët e vegjël. Fëmijët të cilët ushqen me qumëshgjiri deri në 6 muaj, nuk ka nevojë për të pirë ujë, pasi qumshi i gjirit i plotëson nevojat e tyre. Kujdesi i veçantë duhet kemi edhe për përgatitjen dhe ruajtjen e ushqimeve, pasi temperaturat e larta favorizojnë prishjen e tyre dhe rritin rrezikun për diare, për të vjella dhe për elmin nga ushqimi. Gjithashtu, të sëmurët kronik që vuan nga problemet kardiovaskulare, të diabetit, sëmundje pulmonare obstruktive kronike apo kanë probleme të shëndetit mendor, duhet të konsultohen me mjekun e familjes apo me mjekun specialist për të përballuar sa më mirë temperaturat e nxehta. Bunkart 1 dhe Bunkart 2, dy muzeet që gjatë dekadës së fundit kanë kontribuar në mbrojtjen e kujtesës kolektive dhe në përhapjen e njohurive historike, kanë përfshirë në strukturat e tyre platformën mediatike Memorie Pikal, një investim që pritet të forcojë dokumentimin dhe promovimin e kujtesës kombëtare përmes një qasjeje të integruar muzeale dhe kërkimore. Bunkart 1 dhe Bunkart 2, dy muzeet më të vizituar në Shqipëri, kanë bler platformën e njohur mediatike dhe historike Memorie Pikal, themeluar dhe drejtuar nga gazetari dhe historiani Dashnor Kaloçi. Memorie Pikal, një arkiv digital i dedikuar historisë shqiptare, është kthyer ndër vite në një nga burimet më të rëndësishme për dokumente, dëshmi dhe materiale arkivore, të afta të rikthejnë brezave të rinj fytyrën autentike të Shqipërisë së djeshme, si në faqet e saj më heroike, ashtu edhe në ato më të dhimbshme dhe tragjike. Bashkimi Bunkart me Memorie Pikal krijon një pasuri kulturore me vlerë të veçantë. Nga njëra anë janë dy muzeet që gjatë 10 viteve të fundit kanë kontribuar në rrëfimin e historisë bashkëkohore të Shqipërisë, përmes ekspozitave të vizituara nga qindra mijëra njerëz. Nga ana tjetër, është një arkiv online me materiale historike, shpeshherë të pabotuara më parë. Ky është një hap i rëndësishëm në rrugën e ruajtjes dhe promovimit të kujtesës historike të vendit. Në këtë projekt, Dashnor Kaloçi dhe Ivi Kaloçi do të vjojnë punën e tyre kërkimore si pjesë e ekipit të Bunkart, së bashku me studiues dhe gazetar të tjerë, duke nisur nga Admirina Peçi dhe së fundmi Kastriot Dervishi, ndërsa drejtimi i përgjithshëm i projektit do të mbetet në nënkurimin e gazetarit Carlo Bolino, i cili e vlerëson një moment emocionues të rikthehet të punojë me Dashnor Kaloçin, me të cilin kanë shkruar faqe të rëndësishme të historisë së gazetarisë në gazeta shqiptare të viteve të para të tranzicionit. Dy muzeet Bunkart po kalojnë një fazë zhvillimi të rëndësishme. Pas bashkimit me Memorie Pikal, po punohet për instalacione të reja që janë në përgatitje e sipër, disa prej të cilave do të jenë vërtet befasuese dhe që pritet të hapen për publikun që në ditët e para të korrikut. Kemi rritur në fund të këtij edicioni informativ, por më njëherë pas siglës unë juftoj të ndiqni pjesë nga koncerti këngë dhe rituale që u zhvillua te liceu artistik dhe që solli një ndërthurje të muzikës tradicionale shqiptare me jazzin, duke risjellë në skenë tre rrëfime të trashëgimisë kulturore. Përmes interpretimit etno-jazz të Andi Gongos dhe ansamblit muzikor, publiku përjetoi një lexim bashkëkohor të kujdesës dhe identitetit shqip. Ndërkohë juftoj të qëndroni me ne në Report TV, pasi pak çaste më vonë do të jeni në kolegun Denis Minga në emisionin Red Politics. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.